Tani në Vox Popin e krye me sukses, ju kishit bërë një punë fantastike. Faleminderit. Mungesa ime nuk u vure fare. Por prezenca e tij është vënë re shumë, sepse në studion ton ka art tani, ka art. Absolutisht. Ai është një nga aktorët më të mirë që ne kemi, një personazh fantastik. Është me ne Laert Vasili! Po, ju jeni! Laerti! Jepi. Energji e bukur. Donte ti rregulloj ambazhurin. Po, se ishte që ti binde pak drita Kostiani. Po, faleminderit që kujdesesh për mua. Kostiani bëri një Andaj kushti kujdesesh ti Artemisa. Okej. Po priste që Artemisa thoshte unë i pëlqej kaçurrelat e tij, nga fisi. Jo, bukura e ka kaçurelat, bukura e ka. Tani kush i ka? Nuk do vazhdosh më tutje. Artemisa, jo se të ndërpresim intervistën, domethënë do shohësh mua këmbadore si drejteje. Ato lloj kaçorelash mund të bëjnë namit, por nuk kemi këtu për kaçorela. Laert. Jo, fol. Faleminderit për energjinë e bukur që na solli këtu në studio një herë. Ju e keni edhe herën e kaluar. Jo, se ja. Vërtet, je kënaqur. Sigurisht mo. Patjetër, në andale gjithmonë kënaqesh. Për herë të dytë shkon kur je kënaq herën e parë. Shkosh për herë të dytë. Po çfarë bësh? Laert, kur erdhe në Shqipëri për të parë atëherë u bë nami Laerti, aktori i famshëm, vjen nga Greqia. Po. Bëre goxha buj. Tani vitet e fundit. Jo, tani ke bërë akoma më shumë hyrjen në Big Brother VIP me eksperiencën tënde, me videot e tua së fundmi dhe në përputhen. Pse ky ndryshim, domethënë pse kjo pjesëmarrje në këto reality show? Si erdhi vendimi? Se jo. Shiko, aty ku shkon, ke pasur që thon sipas vendit dhe kuvendit? Po, patjetër. Pra, kur shkova në Athinë, qëllimi im ishte, qëllim, s'mendoja se do realizohet ndonjëherë të luaj në Epidaur. Në teatrin antik të Epidaur, si 15.000 spektator. E kupton, e ke ëndër më buri veut, po thua, ç'ne, ku do, e ri unë. Po ri ma vri gjedo një rol aty, merr një rrog aty dhe ti je rehat, e kupton? Fati e solli që 95-ën të luaj aty. Do me thonë, ke bërë buj në skenat e teatrove në Athinë dhe ke bërë buj dhe në skenën e Big Brotherit, po dhe të përputhen së fundmi. Çfarë ndodhi Laert, si ndodhi? E ke shumë të burë kryqin. Faleminderit. Kam dhe unë. Meci. Nice, le të shkojmë në temë, se më ikun nga tema, Jo, Laerti. tema kjo është. Po, ajo që ndodhi në përputhen, çfarë ndodhi? Po si jote? Po unë si aty, ishte një vajzë tjetër. Imagjinoja unë, mo. Pas ke imagjinat të goditur. Të goditur, do me thënë. Të goditur. Okej. Laert, Çfarë ndodhi? në përputhen, pra. Largimi. A u mërzite? Tu largova. Sigurisht u mërzita, mo. Patjetër që u mërzita, po çfarë bëjmë tani, njerëz jemi, po Po veprimet kanë pasoja. patjetër, mo. Sigurisht që kanë pasoja. A ishte veprim në gjakgjëtësi e sipër? Apo fare gjak nxet. Unë po i tregoja atyre që kanë haruar si të kam 6 muaj aty përpiqesha ti tregoja çunave se si afron një femre, si mund të jenë me një akt, domethënë siak. Kalosh siak. Okej. Jo, sa do ta ulësh nuk shkon më poshtë. Ti je sigurt. Vazhdo të kalosh. Po e grisësh. Lëre atë. Dhe, domethënë shkova i thash na urdhrova, fol, vura dorë. Okej, mbasem, domethënë e kupton se po vazhdoj përgjigjen e pyetjes së parë, sipas vendit është dhe ku vendit. Për Shqipërinë ishte diçka shumë ngurkova ndjes, e kam bërë. E ngatrove me teatrin? Nuk e ngatrova, puthja ishte skenike, nuk ngatrova asgjë, unë zgatroj që po ishte pa miratimin e asaj vajzës, ishte pak e tepër. Po veut, po janë puth dhe 2 goca aty. Po më miratim. Se i kërkoj leje. Sa të puth pak. Thjesht u afrua dhe A u mërzit Megi? Për kush e vendosi largimin një Megi, Neda. Po bëni një për kokë me një priti. Fix pari, po ta shohësh se kam kërkuar unë, kam kërkuar ndjes direkt dhe kam thënë i kërkoj produksionit të largohem, për këtë gjë bëra se nuk është, s'ka kuptim. Po pse më duket pak e inskenuar mua? Jo. Tani, se e di pse e thot ajo? Artemisa. Se më duket pak e inskenuar. Se ti edhe aktor teatri. Thuaj prapë të lutem. Thuaj prapë. Pse më duket pak? Prandaj se dhe nga unë. Duket të rol edhe këtu. Nuk jam futur fare, më jeti shumë e bukur. Aman, jam futur unë në rol. Nuk jam futur unë në rol. Tani a ishte inskenuar ajo që ndodhi? Jo, asnjëherë. Jo. Për këtë mund të betojmë një betim kam për kokë të mas, nuk ka asnjë gjë të inskenuar. Thjesht unë, domethënë u entuziazmova pak më tepër se ç'duhet dhe sigurisht e kam kërkuar ndjes gocës dhe kaq. Më thanë,
largohu. Çfarë të tha Megi? Po pra, ke folur me çfarë më Megin tha, më e pas? pja- Ai ruani raportet. A ruan ndonjë raport me Megin ose me me Nedën? Megin unë, pas zotin të keqen, domethënë as me Megin, as me Nedën, as me Me askën. asnjë. Ah, okay. Po patjetër. Çe keni në ujëra të mirë. Po jo, më pse të kemi natë, për një veprim që bëra unë të kemi natë Megin, Po se të hoqën o të burr, të kush më hoqën. hoqim, mo? Apo i ke vet? Jo, për t'ikur vetë, nuk i ka vetë, se jemi takuar pas një jave, isha i mërzitur, në thënë lërë ti e kupton që nuk mund të jo, patjetër që e kuptoj, thash, as mos e diskutoni atë gjë. Po, sa i mërzitur jam unë, besoj që akoma më të mërzitur janë dhe ata. Pa i që të zëvendësoj, pa. si t'u duk. Zëvendësuesi. Bashkëshorti i Aolonës. Ja, Tomi nuk është zëvendësuesi im. Po vendi Nuk është e kështu domethënë. Jo, në asnjë mënyrë Tomi ka personalitetin e vet, ka Mirë që të zuri vendin si opinionist në Po nuk të përputhje. zë një vend, si më zuri vendin. Po të zuri më vendin. Ai po Nuk ka ngeli karriga e ftohtë, nuk ngeli bosh edhe mori nuk ka burin vajt çuni Aolona. aty për të ngrohtë karrigen. Ej, po, E, mirë, jam tash kurioz. i bie fjala. Mamaja çfarë të tha kur e pa atë puthjen? Tha mirë e bëre. Mamaja mi po. me qeshte. Qeshte se ku pa, më një. Ti që është pjesë skenike. Po. Por unë bëra një gabim, thosha, mund ta demonstroj me ty? Po. E kupton? Vetëm atë pyetjen. vetëm Ngatrove pak teatrin me televizionin, aty të iku ajo balanca. Mund ta demonstroj me ty. Jo, me mua jo. Misi nuk është mësuar me kaq komplimenta në këtë emision. Ai ku tash S'ka mund. herojën e parë o s'ka. Duket sikur emisioni është bërë për mua, sot jo për Laertin. Por Misi, shiko, Misi ka një surprizë Po, për ty kam tani. bërë një lojë shumë interesante dhe lidhet pikërisht me këtë momentin dhe me puthjet. Me puthjet që Laert Vasili do jepte me këto personazhe. Jepi. Do me thënë, ti ku do t'i puthje këto vajza? E para është, Pse janë vetëm vajza? po vajza Okej, s'ka gjë se ta vendos unë një. Ku do ma vendosësh? Do ta vendosësh në Artemis. Të keqen. Do ta pasurojmë katalogun dhe me Hajde, personazhe të Ja tjerë. jepi Artemis atë. Hajde mis. Megi po Jani? Ku do e puthje Megin? Në dorë. Në dorë. Siç dhe e kam puthur. Okej. Po. Ilnisa Agollin. Ilnisa Agolli në faqe kam shumë më tepër konfidencë me Ilnisën, e njoh 12 vjet. Egla Cenon. Egla Cenon ka hyrë Egla dhe ka bërë aktin. Më fal, hyri Egla në Big? Po, kërkoj ndonjë miratim Egla nga mua, erdhe më puthin buz. Pse? Jemi të dy aktorë dhe e kuptojmë E se me thënë kuptoni njëri putjes tjetrin. Ah, okay. Po fal, ti Eriola? çfarë je në profesion ashtu? Mo ma Piktore. thuaj. Piktore. Po pse fletis? Ka gol vajza. Moderatore Po, në ja, ku ke Andale. përballur. Pra ti nuk do më kuptoje, domethënë. Jo. Eriola Doçi. Eriola Doçin e kam uruar dhe për filmin dhe për gjithë përpjekjen e saj, madje me shumë mundësi mund të bashkëpunojmë në një projekt tjetër. Edhe do e puthja në ball. Rozana Radin. Rozanën e përqafoj njësoj sikur e ka motor, domethënë nuk Nuk do e puthja. Jo, pas nuk është ajo lloj marrëdhënie, domethënë me Rozanën më shef te ashensori thotë i erdhë drejt. E përshëndesim Rozin, e duam shumë. Rozin sigurisht e duam shumë, diskutohet. Kush nuk e do Monika Rozën? Kryemadhin. Jo, ç'po kam të puth Monikën? Pse more beqare është ajo? Beqare Nuk po flasim për beqar dhe beqare këtu, Ka të bekimia. por Monikën e njoh prej 2017-s në fushat elektorale, ku kam mbështetur lëvizjen dhe raporti që ka qenë si me Monikën dhe me Ilirin ka qenë vërtet për një ndryshim, sidomos tek pjesa e rinis. Okej, Kështu që unë nuk është çështje puthje me Monikën. Domethënë kur takohemi edhe Është respekt, pra. Më duket para një javë u takuam, një javë para se të fillonte opinioniste, jemi takuar te një premier tek Te filmi ka filmi. zërmë. Cineplexi, Po, tek se mbajmë Kazerma. cila Okej. premier. Okej. Po që kur shifemi ku je, bab, po kupton? Jemi gjithmish, është super. jo, nuk është çështje. Okej, personazhin e fundit unë e kisha femër, po e zëvendësoj me një mashkull. Jul Dedën. Ku do e puthje? Në sy, se i ka të kaltër. Ej, po nuk ve asnjë puthje pasionante. Po Artemisën ku do e puthje për shembull? Jo, o fatos. Ç'ke more? Do doja shumë da puthja në buzë, po s'më lë. Shiko, jo. Se kjo ishte jashtë skaletës, fatos. Po mirë, me se shaka. Skaletës? Po. A keni skalet këtu me mua? po. Unë s'kam skaleti shkreti, Po unë një outlet po kam. ndiem shumë në sikleta, okej. ni seriozisht. ç'ke, Po moj, si pyetje shaka në ishte. emisionin tani. Ai s'do të puthi me vërtet Çfarë do mbuz. bëj shkreti unë? Po që se je ti? ul fustanin. Pse ul?
Jo, shiko, se pastaj duket sikur po trajtohem këtu si objekt dhe unë s'jam Kush të objekt. tha? Ti je subjekt. Po, të moj. Jo, a mund t'i bësh pak kato sart, lutem. Qa ke, më qa pa? Jo, më Sara, një moment. Nuk po ndjem rehat, seriozisht. Asun. O zemra se një shaka ishte mos e Po bëj jo, kështu. pra tani jo. Puthje në buz, ul fustanin, tani unë e pata thënë, nëse më ndodh një herë tjetër një situatë e tillë, unë çohem dhe iki. Bravo, Fatos, mjaft. Dhe unë kam kaq respekt për veten, jo realisht. Zemra, po vazhdoj s'u ta me bësh vetë. rrimoj. Qa ka? Jo, të lutem Artemis, Artemis ti. O, mis. Të lutem mos. O, mis. Mosik, të lutem. Jo. Jo, po nuk vazhdon më kështu, se nuk mund vazhdoj kështu tani, nuk është emocion. Largo pak, o Fatos, lutem. Po ndodhi edhe herën e kaluar, njëta situatë. Tani Po jo ti e di, se nuk kemi më kohë këtu. Thuaja Fatos, thuaja. Nuk kemi më për shumë. Thuaja. Erdi mu lut para se të filloni. Unë jam aktor, mu daluaj mu zemër. Po ti unë Uj fustanin, ngre fustanin. Si do bëj pranku? Ky maskaraj e ka fajin. Të betohem. Hajde me. Hajde me ku të vesh. Besove vërteta, po ndodh Jo sërish. të betohem. Po Ulu tani, ulu. Thuaja. Për zotin, ndodhi Ti mos episodin e shpirt. kaluar. Jo, episodin e kaluar se di unë, po Jo, bëhet. edhe thash, i kam thënë be, nëse ndodhi një herë tjetër, unë do largohem nga emisioni. Do shkosh ti betatu, ti do bëhet emision. Bëhet, na duhet ishte ta prishi, kështu që. Do prishi kë. Emisionin. Okej, pranku mbaroi lajër. Kaq ishte pranku pranku. Je Tani do kalojmë, tani Bravo. nga një situatë e kuqe do kalojmë tek një buton i kuq, sepse ke atë butonin aty afër lajërt. Tani unë do të jap disa pyetje rufe. Jepi. Ti do shtypësh butonin dhe do përgjigjesh me gjën e parë që të vjen në mendje, okay? Patjetër. Thuaj 3 gjëra që bën para një shfaqje në teatr. Kryqin. Lutem edhe përqendrohem. Si do reagoje nëse një femër do të tradhtonte? Do uroja të mos e merrja vesh. Të mos e merrja vesh asnjëherë. E ke marrë, ka ndodhur? Ua patjetër më pse kush jam. Ktu kanë tradhuar Alen Delonin, jo Po mua. mirë, pra si ke reaguar kur e ke marrë vesh? Ndihesh kështu si mund ta them, i vini bip. Po, i vë Dhe unë. si s**at komplet, e kupton dhe. E kupton thua. Ja. Kishe shumë kohë, Sa kishe si shumë kohë. ishte ai që jo, këtu më thënë. A je ti hakmarrës, a do e tradhtoj edhe ti? Back? Ja, po ato i kanë bërë më përpara. A, ke traktuar dhe ti, e po mirë, kjo që nga karma jote, pastaj se ke Po traktuar. nuk e ka marrë vesh. Kujdes. Realiteti Ti ekziston. që ke nga këta që kur se ka marrë vesh Po. quhet. Okej. Pozicioni që përdor më shpesh në marrëdhënie seksuale. Pozicioni që përdor unë. Pa. Pozicioni. Atë që e ke kështu bukë djath. Jo unë. Ato. Ne, po. A, ne, Po kush për pra ne është greqisht. kush Jo, ne përdor? është greqisht për po. Na e shikoj sot. Do veti bën Artemisa. Ne thot, e kupton? Një Vazhdo sekond. prangu. Artemisa po ose do t'jap këtë speci djeg. E kupton? Ne shikon veti thot vetë qesh Artemisa. E di të forin ajo di greqisht. Sovara Milas, ta do pa me sta Elenika. E ka mundësi, se është një emision për turizëm ky. Jo, dëgjoj kështu. Më fal, në Shqipëri. Jo, është Shqipëri. Po më në shumë jam tenor, apo? Lajët kujdes ku e vendos Ai bazërin zbari se tot, jo, e përdorin dhe të ftuar të tjerë. Nuk kam ç'bëj me emocionon Artemisa, di dhe greqisht. Vazhdoj. Po ky është kurth për mua. Nuk ka. Përmblidhemi. O ja u përmblodhem. Gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Gert Ferra. Asgjë. Viz. as një puthje? Kur vdes, Vazhdo kjo me puthje. je mirë Artemisa, të keq. Vazhdojmë. Kur vdes i bën pi. Lajert. Por tro. Thuaj diçka që ke bër e nuk ja ke thënë kurr mamit. Janë shumë. Po, ta them unë. Nga ora 4 e mëngjesit, pasi kisha një, do më thënë, ishim nisë nga qendra e Athinës, ishim drejt Marusit, ajo diku është, do më thënë janë diku të 7-8 kilometra, dhe unë shifja një gocë nga, do më përpjesha, po ecja, paralel me të, ishte ora 4 e mëngjesit. Edhe hecen gec, do më thënë në një moment dalojmë në një semafor, bap! Ishte semafori, nuk është se ndaluam ne. Edhe
do më thash, ç'mund të bëj tani, hapa derën e makinës time, e lash makinën me 4 shëndesur, me la pap, edhe nga dritare u futa te makina e saj. Seriozisht? Po. Ke fluturuar në makinë gocës ujë? Si ku sa ujë, se unë po ikisja. Ishte e çfarë Bëri kështu. Kishim 7 kilometra, ishim bërshok. çfarë ndodhi në atë makinës pyetja. Po pra, më thej që s'ja ke thënë mamit, këtë s'ja kam thënë pra. Ai A kuptuam. veshën xhamat me avull, është pyetja. Jo, ja ta them unë, në një moment Tu më dil. Kishte ca trokitje në xham që lat nam, po presin makina tjera të kaloj, ishte 7 herë semafori e kupton dhe kishim bllokuar. Mos më shih me inat Artemisa. Kam qenë i vogël dhe i papjekur. Jo, shiko. Secili bën zgjedhjet e veta në jetë. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Jo. Me cilin personazh të njohur ke flirtuar por nuk ta ka kthyer mbrapsht flirtimin? Në Athinë mund të them se në Shqipëri janë pak më strikte rregullat. Aha, pse? Po janë marrëdhënie pak. Domethënë, shiko, ne jemi në dukje jemi konservator. Në dukje. Ne. Po në brëndësi? Në brëndësi, shiko se ç'ndodh domethënë për personazhet që e kupton brëndësinë. E kuptoj. E. Kush është fituesi më i pamerituar i Big Brother VIP Albania? Nuk e kam ndjekur këtë sezon. Jo, i gjithë Jo, edicioneve. edicioneve. Fituesit janë Ilir Shaqiri, Luiz Zeli, Egla Ceno, Gjesti, 4. Shiko, fakti që dolën fituesi janë të merituar u buri dhe, se ka një Më pak sipas teje Laer. bëhen votimet jashtëzakonshme Në aty. syrin tënd, subjektiv. Jo, nuk shiko, ju doni që unë them Gjesti, po nuk mund ta them Jo, sepse jo. përderisa u votua është Okay. fitues absolut. Atë do populli. Po patjetër më, unë e kam thënë, erdhi Ronaldo aty më futi mikrofonin në gojë. Pse çallai thash sepse do populli. Urdhro sepse do populli, mban mend. Te finali e Te finalja, po. Është logjike. Në një konflikt do mbaj anën e nusës apo të mamit? 5 mutina apandiso. Çfarë thamë? Unë mendoj që të mamit, se Të mami... mamit. Mamit, okay. Gjëja më ekstreme që kam bërë kur kam qenë i dehur. Po më vlla, ta them unë, në rajon të policisë, se isha në makinë, daluan, dhe kur ka ardhur avokati në Athinë, unë kisha hypur mbi tavolinë dhe mund të ishin 24 të beton, kisha hyrë nga 24 oficerë aty të policisë, nga ata të ndërhyrjes së shpejtë, Po. në Athinë gjithmonë, te rajoni numër 1 në Omonia, dhe unë isha mbi tavolinë dhe po u mbaja një fjalim se si kanë gënjur për historinë dhe suliotët janë shqiptarë të vërtetë. Ja. Ata vlla, ata më fal, ata rinin kështu dhe më shifnin. Edhe po ndërkohë shefi thoshte, si ushte njihni Lere, po artist. Dhe ka hyrë avokati vlla dhe ka parë atë skenë dhe ma ka thënë se unë se mbaja mend. Ka thënë, di si të kam gjetur, po mbaja një fjalim historik për suliotët. I madh. Në rajon policisë me ty në Omonia. I madhje. Ashtu dhe. Okej, pyetja e fundit. Mëkati më i madh që ka bërë Laert Vasili në jetë? Nuk e dini nëse quhet mëkat, po ndoshta edhe quhet që nuk e bëra ti mat gjysh para se të ndronte jetë. Ky domethënë po. Kjo. Më lejo të ndihmoj me atë butonin që i nxorë të zinte ulliri. Ai buton nuk do punoj më. Do të thoshë të kuqet e qershisë. Nuk më erdhi. Më erdhi të zinte ullirit. Të vi. Por, nëse ti e ke vënë re, unë këtu kam një palë pranga. Ke qenë ndonjëherë në pranga, Laert Vasili? Jo. Sa po e tha që ishte në Omonia. Do ta thoja. As në shtat. Jo, s'u kanë kam në prang. Jo, okay. ata të shoqëror, s'kene. Tu do vesh. Tu do vesh, ti je kështu as në krevat, jo. As në krevat. Jo, shtrat, bravo të qoftë se ta shqip. Jo. Po do ta thoja më. Ja do jesh këtu për të parë, pra, gjërat Vetëm ndodhin. shtrat nuk kemi, për pranga Jo, kemi. pranga pa shtrat, do me thënë si. Nuk do t'i jepja unë nëse do ishte pranga me shtrat. Prangose të lutem. Prangose ndërkohë regjia jon Do më Vexhe të lutem na dënuar, sill pak shkret. dosjen e verdh. Atëherë, ne kemi krijuar një dosje për Laert Vasilin. Meri zi, do me thënë, këto që provoj unë, Laert, janë uahtarira vlla. Ja ku erdhi dita Të prangosesh të nga kostja. prangosesh. Ashtu dhe. Jo, po sigur. Faleminderit Velina. Po pse nuk vjen këtu në Mirë, Laert, se kështu bën deklarat atje, pastaj ja ku jemi. Ja, shive ku Po i përfundon. paguani ju, i paguani. Vasilis File, ja ku jemi këtu. Pa. Atëre, sa po hap dosja vëmendjen këtu se do të numroj të zezat po të them. Të ullirit. Të ullirt ose të kuqen e qershisë. Ore, a jepi. Atëre, Laert, ne mendonim se të njihnim mjaftueshëm,
Deri në momentin që doli kjo video. Mjaftueshëm nuk mund të më njihje. Domethënë, nëse ti mendon se atëre duhet të shohim të shkojmë back bashk si mjaftueshëm. Mendojmë që njihni mjaftueshëm. Do të ngatroj fjalët e shef. Okej. Po çfarë foto po mbaj në dorë herë? E pash më valla. Okej, atëherë. Urdhëro. Po. Mund ta mbani këtë ju lutem? Faleminderit. Po unë e di s'ka pse ma jep se kam parë ndonjëherë. E di që e ke parë. Atë video na e ke parë. Po si, ama është bërë nami virale dhe shime. Tani pyetja ime është, sa foto nudo ka dërguar Laert Vasili në jetën e tij? Unë foto nudo? Jo, nuk dërgoj foto nudo. Po video? Vërtet, ë? As video. Foto dërgoj nudo? Se Brezion e ka kështu traditë. Një sekund, ta themu, sa vjeç je Fatos? 24. Zemër ti, unë jam 52. Si nuk e dërguar? Brezion, bërë një gabim. Po, si ndodhi ai moment? Si të erdhi në moment? Asi gjë mo, më erdhi për të kruajtur, u kruajta, ama pa zotin keqe. Absolutisht. Po aty haron që je në, dëgjoj, janë 120 ditë, haron që je në kamera, pa Po mirë, ti vetë nuk e dërguar, po ty atë ka dërguar? Po pafund. Pas kësaj videos? Jo, shiko, pas kësaj nuk e du se isha në big. Kur pas kësaj videos. Po pra pas kësaj, e ke parë që ishte mbushur inboxi? Dhe para dhe pas. Dhe para dhe pas. Bravo Laert. Mund na japni pak materialin e provës po ta Mbaj materialin e provës edhe ta gëzosh. Okej, mirë atëherë do të kalojmë në një deklaratë tjetër. Laert Vasili dhe prostituta. Çfarë do me atë deklaratë? Atëherë, unë do dëshiroj të të pyes. Të dashurat e tua, çfarë profesioni kanë pasur? Pretendo të bëhesh një nga ato. Nëse do të më ofroje shumë më shumë, e diskutojmë. Në historinë e televizioneve shqiptare. Përfundimisht Laert Vasili. Unë do të thuaj se Bravo Laert Vasili, bravo. Po bravo Laert Vasili se ne si desh me mua, jo me Laertin. s'ka gjë, në mendje do ketë mua. Ha debat. Më kthej përgjigje ju lutem. Atëherë nisim me profesionet, prostitut, vazhdojmë. E dyta. Jo, shiko, ajo është një deklaratë që shumë është sikur, domethënë është histori e jetuar, kështu që nuk ka, domethënë s'është për shaka. Pastaj më kanë qenë aktore, balerin, Moderatore. Moderatore jo. Jo? Okej. Jo, moderatore jo. Laerti, na surprizove. Po ka kohë gjithmonë. Jo, Ka gjithmonë. Po cila nga këto ka qenë më e mira në shtrat apo s'ka dy profesione? Një balerin. E pritshme në fakt. Një balerin. Mirë atëherë. Në Athinë. Nuk është nga shqiptare. Unë po të flas për Athinën. Okay, po flet pra. Patjetër. Okej, mirë. Të vajzën e një? Kush është? Të rikujtojnë gjë kjo fytyrë? Mezi po prisja për këtë Fytyra. segment. Jo, të betojmë se jo, një sekond. Urdhëro Laert, shikoje me kujdes. Jo. Po mirë. Qa, më tërgu fotografi kod? Jo, s'është fotografi kod, është personazh. Po më personazh është, po jo, s'më kujton gjë. Po kjo të kujton gjë? Shishi. Serenën, po. Pra, Serena. Se kjo është Serena? Pa jo është. Është Serena, po Është me Serena pak... Sula. Një sekond, mos mund t'jetë kjo Serena tani, s'ja fut kod. Pa jo është. Po mos u merr me foton, merru me pyetjen që do të bëj. Pyetjen. Përshëndro pak te kjo, ju lutem. Përshëndro pak te kjo. Po, përshëndro. Atëherë Serena ka deklaruar që ka qenë shtatzan me ty. Na e vërtetose na më moho. Dhe nuk është më. Çu bë? Po, dijon çka ka ndodhur, ajo e ka thënë vetë deklaratën tim më vërtetose, më moho deklaratën. Të përgjigje mund tani për deklaratën që ka bërë Serena, mo jemi nga trut e kokës. Po nëse ai ka thënë shtatzan me ty, ke qenë dhe ti atje se. Tani ne me sy ton kemi parë që ti thjesht i gjuan me shuplaka në vithe. Po, sepse ishim në një koncert në Kosovë. Dhe kjo është mënyra që ti feston. Apo mënyra si ngeli shtatzan. Mënyra se si festoj un pas orës 3, domethënë nuk mbaj mend, por mbaj mend që dikush aty më thoshte dheze, i thash çfarë do të thënë dheze? Po të betohem mo, dheze, edhe çdo me thënë dheze. Dhezja pa e burr, krahit vje. Tash shumë mo, po mo vlla, bam, edhe kaq. Po është një gotë super sepse e mori me shumë sportivitet, ishte duke kërcyer, kështu që Okay. Jo, pastaj për atë shtatzanin duhet kem qenë dhe unë aty. Prandaj Tisman mend kesh qenë. As rrugës për Kosovë. Rrugës sepse ajo ka thënë rrugës për në Prishtinë. Rrugës për Prizren. Për Prishtinë. Ajo është në tren për Prizren. Po për ishit në makinë, sipas Serena Sulës, ajo tha që More pse pyet mua, se s'pyet atë.
Po një moment më e tha që rrugës kur kam qenë duke shkuar në Prishtinë me Laert Vasilin, ne kemi kryer marrëdhënie. Mua më pëlqen jashtëzakonisht që ti je fokusuar vetëm te jeta dhe çudirat e mia o e hamendësimet për jetën time seksuale. Nuk po hamendsoj, unë po të pyes. Se dia që ishe kaq interesuar. Jo, unë po të pyes. Por mund të Unë po si kam bërë këto deklarata. Asun. Emri jot është përmendur, jo imi. Ua, po ti nesër mund të dëgjosh që Laerti u bë kryeministër, do e besosh? Do vi do të pyes. S'do të përgjigjet Sofian Polore, s'do të përgjigjet. Shiko, po. Këto ishin. Nuk e di nëse eshe atë specin që ke aty përpara. Shikoje një herë? E shok. Ai është speci më djegës brenda territorit të Shqipërisë. Atë haroj se mund ta kafshoj unë vllazë, do më çosh. Super. Atëherë do përgjigjesh. Do i përgjigjesh pyetjeve të rubrikës Kaliente. Ke një dozë vështirësie të shtuar me pranga, po ti zgjodhe vetë mbaje. Jo më fare, le të mbaj përgjegjësia ai për prangat që më ka vënë. Okej. Një sekond. Prank call, merr në telefon Valbona Mlli dhe kërkoj të dilni në date, nuk bëhet. Nuk bëhet. Speci atëherë. Po nuk bëhet sepse është më sa e keni parë, është shumë e angazhuar në mitingjet e opozitës. Edhe nuk mund të... Në telefoni punon asaj. S'ka vënë avokat PD-ja. Unë nuk të thash që nuk i punon telefoni, por të thash që është angazhuar për të rrëzuar qeverin. Specin atëherë, the që nuk do e hajë, po. Të kapshëm specin? Po. Është i larë. Kujdes është shumë djegës, mirë. Nuk pyeta i për djegës. Nuk është shumë djegës, ja. Po prit se efekti jepet më mbrapa Laert. Nuk e kupton moment Laert. Asa trima kanë thënë kështu vendose Ka këtu. trima. Hajde. Jo, më nuk e vendos, ç'ke di, mbaj. Po mirë. Okej, pyetja tjetër. Ore, është shumë i çuditshëm, do të më heqi këto të më vendosi, domethënë. Po kujdesem ai që po ti të jesh sa në sikletoset që ti ke aq shumë gjëra në përduar. Është mësuar Laerti më shumë gjëra në përduar. Bravo Fatos. Absolutisht. Big up. Po e marrim të dytën. Okej. Okej. Thuaj dy emra nga vajzat e showbizit me cilat do bëje një treshe, nuk bëj treshe, vlla. Okej, bëje dyshe. Një dy. Bëje tek. Jam shumë i turpshëm. Një javë me njërin, një javë me tjetrën. Një javë me njërin, një javë me tjetrën. Po. E shikoj dy otrën specit unë. Vazhdo. Jo, po nuk e ha. Jo po kështu. Jo po do i përgjigjem, jo po trim. Ama trimi. Trimi është ja specin. Jo, trimi është përgjigje. Hajde, tek e fundit përgjigju tani. Tek e fundit do përgjigjesh Laert. Ose i gjithë speci. Ne, të gjithë specin. Ne, përgjigju. O që se parakalo, ti si meni ne ora. Ne. Bosa do më duhet të titroj në montazh gjithë këtë gjë. Na thuaj sot emrin e një film modern shqiptar të realizuar vitet e fundit që të ka pëlqyer dhe një që do e cilësoj prodhimi i dobët. Po, filmi shqiptar që më ka pëlqyer e kam thënë në Big ka qenë Legjenda e Bastunit. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Po një prodhim i dobët për ty? Prodhimi i dobët që kam parë ka qenë domethënë unë i kam përgëzuar për atë thuaj iniciativën për nismën quhet në shqip. Nismën, po. Dhe për kurajon, por megjithëse gocat kishin bërë të pamundurën, ishin të braktisura për sa i përket fushës aktrimit. Dhe ja kam thënë dhe Eriolës kur e kam takuar edhe Rikes. I kam përgëzuar, po i kam thënë nga ana e ishin të braktisura. A kuptoj. Domethënë po, ishte super produksion për shpenzimet që kishin hedhur, dhe bravo qoftë që kanë siguruar ato para për ta bërë buxhetin, domethënë të filmit, por ishin të braktisura nga ana artistike. Ndërkohë Luiz Elli ka bërë një film, Fall dyshi ka dalë me Zebërvokin. E di, por si ti janë dukur këto prodhime? Jo, nuk e kam parë filmin e Luizit, pas jam në prova, dhe nuk kam arritur as megjithëse më ftoi Zebërvoki tek filmi i vet, Selus dhe Mariana Kondi që kemi bërë një shfaqje bashk. Në fund të intervistës kam një pyetje për ty. Si në fund të intervistës mi? Jemi në fund tani, po dëgjoj, para se të lëm të ikësh, tani ti e përfolur gjatë gjithë kohës. Një sekond, shumë shpejt mbaruam Artem. Gjërat e bukura zgjasin pak Laert. Po mbeten në kujtes gjatë. Absolutisht. Tani. Pa. Je përfolur për marrëdhënie me femra, po ndonjë lidhje serioze Laert a ke? Në i plan për dasëm. Po ti ç'keti me Për dasëm? fëmijë. Kjo i ka hyrë çdo të ftuari e pyet për dasëm, më zgati për dasëm. Marr të vesh që është beqar ti. To direkt kur do martohesh. Ti do që unë martohem. Po, nuk është në dëshirën time, kjo është në dëshirën tënde. Nuk ka rëndësi, po ti thuaj të vërtetën, si e mendon Laert Vasili? Unë mendoj që Laert Vasili duhet të martohet dhe të bëhet baba.
Jo! Jo! Miq pranga Të ti eqe ai që ti vendosi. Zona sfera. Nuk, po pse Jam bano vlla, miqi. pse të kanë refuzuar kështu? Që the nuk janë ban asnjërs? Po sa e them? Jam ban asnjëherë sot vlla të marri përsipër Laertin. Po pse kështu? Cili ka qenë refuzimi më i keq që mund të të kenë bërë për shembull? Ta thash pra, një protagoniste greke me cilën, domethënë ajo ishte një super yll, domethënë dhe unë mu s'dija të bëja si të rrotullohesha në skenë, si ti thoshja do një batut, një çik më, domethënë, kupton, më me pasion, më me ashtu, Pathos. foto pathos. Laer, kam frikë se problemi je ti. Në marrëdhënie me Mos e kia të Ferrat. frikë. Është e sigurt. Është e sigurt, ke po. frikë. Kur meraj shumë refuzime, gjithmonë problemi është ai që refuzon. Jo, nuk kam marrë, po thoshin për martesë. Për martesë. Laer gjithsesi mbetet i për martuar, tjetër. i pamartuar, Ne të duam. Ne të duam. 1, 2, 3 sa ka pa Laerti. 1, 2, 3. Sa ka pa Laerti. Shumë faleminderit Laert, ne do Edhe juve. shihemi të hënën dhe të mërkurën me live dhe të premte në orën 8 me show-n kryesor të javës. Deri atëherë, Kështu që- paçim. Paçim. Andale.